أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet dhe adhurimet I takon vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit të qiejve dhe të tokës, atij I cili na dhuroi muajin e bekuar të Ramazanit, mundësi për të arritur mëshirën dhe faljen e tij. Salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberisë, mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik e besnik, dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndodhemi në ditët e fundit të Ramazanit, një muaj që na ka edukuar me sabër dhe durim, një muaj I cili ka qenë shkak për përmirësimin e sjelljeve dhe veprimeve dhe punëve tona, një muaj I cili është muaj I reflektimit të imanit ton, një muaj I cili është muaj I solidarizimit të njëri tjetrit dhe shprehja e dashurisë për njëri tjetrin. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne në këto minuta do të përcjellim disa mesazhe kryesore, duke pasur parasysh se jemi në fund të muajit të bekuar të Ramazanit dhe para përgatitja për festën e Bajramit. Por dua ta potencoj një çështje për arsye se ky muaj I bekat I Ramazanit duhet të jetë shkak I përmirësimit të raportit ton me Allahun Gjelle Gjelaluhu, por duhet të jetë shkak kryesor që ne ta kemi përmirësu dhe ta përmirësojmë raportin ton me njëri tjetrin, raportin ton me familjen dhe raportin ton me shoqërinë. Një element të cilin ne duhet ta kemi si besimtar dhe besimtare është sinqeriteti dhe lutje, duat, sidomos në këto ditë dhe net të fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thot, veprat vlerësohen sipas përfundimit të tyre. Dhe ka shumë transmetime të ngjashme lidhur me këtë, dhe unë lut Allahun Gjelle Gjelaluhu që nga ky muaj I bekat të Ramazanit të dalim me mëkatet të falura dhe me knatësinë e Allahu Dhul Gjelal. Të dashur vëllezër dhe ju të nderuara motra, ky muaj I bekat I Ramazanit duhet të na ketë kalitur të gjithë neve dhe duhet na ketë përgatitur të gjithë neve që ne pas këtij muaji të reflektojmë me imanin ton, të reflektojmë me sjelljet tona, të reflektojmë me dashurinë tonë ndaj njëri tjetrit dhe të reflektojmë me veprime dhe shprehjet më të mira që I takojnë besimtarit e besimtarës për njëri tjetrin. Dhe prandaj e potencova si pikë të parë sinqeritetin dhe duat në këto ditë dhe net të fundit, për arsye se çdo veprim, çdo ibadet, çdo sadaka, çdo iftar e syfyr, çdo ushqim e çdo të mirë që e kemi kry gjatë këtyre ditëve dhe do ta kryjmë gjatë këtyre ditëve, duhet ta ketë këtë element shumë me rëndësi, sinqeritetin. Pra veprimet tona, të gjitha iftarët të cilët ua kemi dhuruar të tjerëve, të gjitha ato syfyre, të gjitha ato bamirësa të cilët kanë kontribuar gjatë këtij muaji të bekat të Ramazanit, nëse nuk e kanë këtë element, është një problem shumë serioz, është një problem imanor. Prandaj, sinqeriteti është një celës kryesor për ta fituar kënaqësinë e Allahut Dhul Gjelal dhe për të qenë të vlefshme dhe të dashura ibadetet dhe veprimet tona që I kryjmë në jetën e kësaj bote. E dyta është me rëndësi të përmendet
Sadakatul fitri, i cili është një detyrim për çdo besimtar dhe besimtare, të cilët kanë mundësi, të cilët kanë përjetu këtë muaj të bekat të Ramazanit, dhe shkurtimisht mendoj dhe besoj se keni ndëgjuar dhe do të ndëgjoni hoxhallar dhe ligjërata të ndryshme lidhur me këtë temë, por unë thjesht do ta përmend si mesazh për fund të këtij muaji të bekat të Ramazanit, që të mos anashkalohet, që të mos harrohet, që të mos neglizhohet, sidomos për kohën e dhënjes së sadakatul fitrit, sepse dhënia e sadakatul fitrit është ajo sadaka e cila e pastron mëkatin e besimtarit dhe besimtares, ato të meta të cilët i ka kryer gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, pra me agjerimin e tij po ka bërë disa lëshime, sepse secili prej nesh ka lëshime dhe gabime, dhe secili prej nesh ka gabu diçka, ka lëshime diçka, dhe sadakatul fitri është pastrim për ato mangësi të muajit të bekuar të Ramazanit. E kjo sadakatul fitri jipet para faljes së namazit të Fitr Bajramit. Për këtë arsye po e përmendi këtë pikë, që të jemi të kujdesshëm, të mos e neglizhojmë, të mos e lojmë pas dore, të mos e harrojmë dhe të mos e lojmë më vonë, por ta japim në kohën e duhur dhe ta japim në mënyrën më të mirë të duhur. Të nderuar vëllezër dhe motra, është edhe një çështje, një pikë me rëndësi, përgatitja shpirtërore për festën e Fitr Bajramit. Ky muaj bekat i Ramazanit duhet të qenë shkak që na ka kalit, na ka përgatit edhe në aspektin shpirtëror, dhe na ka përgatit dhe na ka ngrit edhe në atë aspektin imanor drejt Allahu Dhul Xhelal. Është shtu imani jon, është shtu dashuria jon për Allahun, është shtu dashuria jon për sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dikush, elhamdulillah, ka mund të fillojë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit me faljen e 5 vakteve të namazit. Dikush ka filluar me fillimin e këtij Ramazani me agjëru Ramazanin. Dikush ka filluar me dhënien e zakatit, dhe kështu me radhë. Dikush ka filluar me i fol vëllahut. Dikush ka filluar me i fol kushijës së tij, fqinjut të tij. Pra ky muaj bekat i Ramazanit duhet të jetë muaj i përmirësimit të sjelljeve dhe veprimeve tona dhe raporteve tonë, sidomos raportit ton me Allahun Dhul Xhelal. Është më rëndësi ta dimë se ky muaj bekat i Ramazanit nuk është vetëm ky muaj i cili vjen dhe shkon, dhe me këtë përfundojnë ibadetet, lidhjet tona me Allahun Dhul Xhelal, lidhjet tona me të varfërit, lidhjet tona me jetimët dhe lidhjet tona me njëri tjetrit, dhe shpërndarja e ndihmave, shpërndarja e sevapeve apo veprimeve të mira për të fituar sevape më tepër, shpërblime më tepër vetëm gjatë këtij muaji të Ramazanit. Jo. Ruajtja e devotshmërisë duhet me qenë sidomos pas muajit të bekuar të Ramazanit. E tash, në varë se cili prej nesh sa ka punu me vetveten e tij, sa punon me vetveten e tij, se cili prej nesh kemi gabime dhe lëshime, por ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, i mirë është ai i cili e përjeton muajin e bekuar të Ramazanit e nuk i falen gjunahet. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, ta lutim Allahun Dhul Xhelal, i cili është Ar-Rahman Ar-Rahim, ta lutim Allahun Dhul Xhelal të na i falë gjunahet tona, të cilat i dim dhe nuk i dim. Ti përgjigjemi thirrjes së Allahu Dhul Xhelal, sepse Allahu Jalla Xhelaluhu drejtohet, Allahu Dhul Xhelal për besimtarët është afër, është aq afër saqë kur lutësi i lutet, Allahu Jalla Xhelaluhu është më afër se damari i qafës së tij. Prandaj ta lutim Allahun Jalla Xhelaluhu, mos ta humbim shpresën në rahmetin e Allahu Dhul Xhelal, të jemi solidar me njëri tjetrin, të lutemi për njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të duam njëri tjetrin dhe të jemi përkrahës të njëri tjetrit. Lut Allahun Jalla Xhelalu të na bëjë për atyre besimtarëve dhe besimtarëve të cilët kanë punu, kanë kryer ibadete vetëm për hir të Allahut Dhul Xhelal dhe për të arritur kënaqësinë e tij. Lut Allahun Dhul Xhelal na i pranoj
ibadetet tona, agjerimet tona, sadakatul fitrin ton, zeqatin ton dhe gjithë ndihma dhe punët e mira të cilët jemi mundu me i kry. Lut Allahu dhul xhelal na bëj për atyre robërve të cilët çdo vepër e kryejnë me sinqeritet vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Lut Allahu xhalla xhelaluhu të gjithë të sëmuarit ton, Allahu i shëroft. Të vdekurit ton, Allahu dhul xhelal i mëshiroft dhe të gjithëve së bashku inshallah Allahu xhalla xhelaluhu na të boft dhe na bashkoft në të mirat e xhennetit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.